Në dosjen ndaj drejtorëve të Bashkisë Tiranë, gjykata e posaçme ka vijuar marrjen e dëshmive të dëshmitarëve të kërkuar nga prokuroria e posaçme. I pari që dëshmoi ishte Argjus Senka, ekonomist dhe më parë administrator në shoqërinë Senka SHPK. Ai deklaroi se gjatë kohës kur ka qenë administrator, ka lidhur një kontratë me kompaninë Vas Konstruksion për një tendër lidhur me ujësillësin në rrugën Aleksandër Mojsiu. Senka tha se gjatë punimeve në rrugë është njohur me Nestor Muhametllarin dhe se vetëm me të ka pasur komunikime. Ai shtoi se nuk mban mend detajet e kontratës dhe se në periudhë gjatë kohës së Covidit-19 shuma nuk ka qenë shumë e madhe. Si dëshmitar u paraqitet edhe deputeti Belind Kolliçi, i cili njihet për denoncimet e tij të shpeshta ndaj drejtorëve të bashkisë për tenderat e dyshim. Deputeti demokratik doli në një deklaratë për mediat këtë të premte, pasi dha dëshminë e tij pranë gjykatës së posaçme GKKO lidhur me dosjen 5D. Gjatë fjalës së tij, Kolliçi u shpreh se në sallë ishte ndjerë intimiduar. Këtë proces në gjykat isha i thritur si dëshmitar dhe si kallëzues për dosjen e korrupsionit 5D, dosjen famoze të 5 drejtorëve. Para gjykatës jam pyetur nga avokatët mbrojtës të drejtorëve që sot janë në burgun e Fierit, jam pyetur nga gjykata dhe nga prokuroria e posaçme për rrethanat e ngjarjes, kam dhënë përgjigjet e mia shtruese në raport me informacionet që kam patur, kallëzimin, përpilimin e kallëzimit, depozitimin e tij, jam pyetur në mënyrë intimiduese për deklaratat publike. Deri diku është shkuar edhe në kërkesë llogarie nga ana e avokatërve mbrojtës të personave të akuzuar, është kaluar në interpretime politike, është kaluar në akuza politike, është kaluar edhe deri diku në ridikulim të situatës dhe të zgjedhjeve të vitit 2023, ka patur dhe pyetja a fitova apo jo Bashkinë e Tiranës, por sigurisht avokatërve mbrojtës me që kjo pyetje ishte një çështje që nuk është në themel të diskutimit brenda sallës gjyqit, po ja jap përgjigjen këtu, më mirë këtu ku jam unë sot, se sa si fituesi i zgjedhjeve të 14 majit vitit 2023 dhe shtabi i tij elektoral 5D, me që kishin hallin e rezultatit të 14 majit vitit 2023. Jam pyetur për praktikat korruptive që kam denoncuar, jam pyetur për burimin e informacionit, jam pyetur për teknikalitete që kanë të bëjnë me çështjen. Në thelb, sigurisht, është bërë sërish e njohur nga gjykata fakti që kallëzimi i nisur kryesisht nga prokuroria e posaçme është bashkuar me kallëzimin e depozituar nga ana ime në datën 9 maj të vitit 2023, 5 ditë para datës së zgjedhjeve, dhe më pas jam pyetur për të gjitha informacionet dhe indicjet që unë kam patur me këtë çështje. Sigurisht përgjigjet e mia kanë qenë drejtuar gjykatës me shumë etik dhe shtruese për aq informacione sa unë disponoj. Në këtë proces në gjykat, isha i thërritur si dëshmitar dhe si kallëzues për dosjen famoze të 5 drejtorëve. Jam pyetur nga gjykata dhe prokuroria e posaçme për rrethanat e ngjarjes. Kam dhënë përgjigjet e mia shtruese, por aq sa kam informacion. Jam pyetur në mënyrë intimiduese për deklaratat. Është kaluar në politikë. Më tej ai shtoi se avokatët i kanë bërë pyetje që s'kan lidhje me çështjen për të cilën ishte thirrur, si për shembull me zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës.